Në Kosovë po vijon numërimi votave të kandidatëve. Deri më tani referuar dhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, deri më tani janë numëruar 19.46% e votave. Albin Kurti kryeson lëvizjen vetëvendosje me 41.629 vota, ndërsa ish presidenti Vjosa Osmani kryeson Lidhjen Demokratike të Kosovës me 13.537 vota. Ndërkohë numërimi votave të diasporës nuk ka filluar ende pasi nuk kanë mbritur gjitha zarfet me post. Nga numërimi votave për subjektet politike, lëvizja vetëvendosje Albin Kurtit ka marrë sërish mbështetjen më të madhe në votime, me rreth 43.05% të votave, por kësaj radhe në parlament do të hyjë me 9 deputet më pak se në dhjetorin e kaluar. Forca e dytë mbetet PDK me 21.23% të votave, e rritur shumë lehtë në vota. LDK paraprakisht llogaritet se ka fituar 17.68% të votave me një rritje prej gati 4%. LDK, lista e cilës u drejtua nga ish presidenti Vjosa Osmani, ka pa rritje më të madhe nga partitë e opozitës. Ajo, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të çojë në parlament 20 deputet, 5 më shumë se sa legjislatura e fundit. Ish presidenti Osmani, përmes një reagimi në rrjetet sociale, ka deklaruar se emri i saj nuk do të bëhet kur pengesë për formimin e institucioneve demokratike të Kosovës.